me mungesë dhe me vakum institucional, kjo damton vendin, e damton perspektiven e vendit dhe i damton qytetarët e Republikës Kosovës. Besoj që këto sjellje të papërgjeshme, jo serioze, do të përfundohen dhe vendit do të më dhon institucione dhe përgjegjësia për këtë punë i takon partisë fituese, këtë rast lëvizjes vetëvendosje. A jeni gatshëm për një takim në rast se ju thërret? Nuk kemi takim pa përmbajtje, pa produkt, pa rezultat, s'kem nevojë takomi. Ne kemi edhe qëndrimin tonë, ne në mungesë të një vizioni, të një projekti serioz që mi dho vendit institucione, mungesë të një oferte të përgjithshme, mungesë të seriozitetit në këtë proces, ne kemi deklaruar rolin tonë që do të jemi parti në opozitë. Julian Zau, kjo zvarritje për të mos konsumuar afatin për çështjen e presidentit si skenari vetëvendosjes mendoni? Vendimi i gjykatës kushtetuese dhe kushtetuta është e qartë. Kuvendi Kosovës duhet të konstituohet në afatin 30 ditë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Cila është oferta që bindë Partia Demokratike? Presidenti?